Për mira vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndis dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Froni vezulluesi Perëndis dhe shtëpia e përjetshme Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkojmë me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe do të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Unë nuk e di se kush e ka thënë i pari, por të gjithë kemi dëgjuar që parajsës si referohen si torta në qiell, tej për tej. Sikur parajsa të jetë një trillim ose një prrall, diçka për të medituar ëndrrimtarët. Por kjo është krejtësisht e gabuar. Siç po e mësojmë gjatë kësaj serie të zbulojmë misteret e parajsës, parajsa është një vend real ashtu si toka. Mos e lejoni faktin që është e padukshme për ne t'ju shpërqendrojë nga qëllimi për ta kërkuar atë me gjithë shpirt dhe zemër. Është e lehtë që të shpërqendrohemi në jetë dhe të heqim syt nga synimet dhe qëllimet tona. Të qëndroshi i përqendruar te çdo qëllim e vlerë kërkon të kesh cilësinë e zellit, këmbguljes, besimit dhe cilësi të tjera për të cilat do të flasim në mesazhin e sotëm me titull Të palëkundur për parajsën. Prandaj shpresoj të qëndroni me mua në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Ajo që mendoni për parajsën përcakton se si e jetoni jetën sot. E ardhmja është si një spirancë që është hedhur për para nesh dhe që na tërheq drejt së ardhmes. Në letrën e tij të dytë, Pietri e mbyll shkrimin e tij me një pyetje. Pasi na përshkruan ripërtëritjen e tokës në fund të epokës dhe të gjithë e dini tashmë sepse kemi studiuar se si toka do të ripërtërihet dhe do të bëhet e re. Në fund të diskutimit të tij për ripërtëritjen e tokës, Pietri në vargun 11 të kapitullit të 3 të letra e dytë thot kështu: Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të kemi një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme. Pra, jo se çfarë lloj sjellje duhet kemi në të ardhmen, por çfarë lloj sjellje duhet kemi ne tani. Pyetja e tij është në zemër të diskutimit ton të sotëm. Çfarë ndryshimi përbën fakti që ne tani e dim për parajsën dhe për planet e ardhshme të Perëndisë për ne? Si duhet jetojmë tani në dritën e asaj që dim për të ardhmen? Unë kam qenë duke u menduar dhe duke u lutur për rëndësinë e këtyre ditëve në jetën time. Dhe besoj me gjithë zemër se nëse unë dhe ju do të kuptojmë çdo gjë që Perëndia ka për ne, ne do ta disiplinojmë mendjen tonë që të mendojë biblikisht. Gjithë ky shpërthim informacioni nga media që sulmon mendjen tonë dhe zemrën tonë nuk po na çon drejt një mendësie biblike. Dhe kemi për të mbytur në gjithë këtë informacion nëse nuk e mbledhim mendjen për disa gjëra. Dhe kur them të mbledhim mendjen, e kam fjalën të jemi të palëkundur për këto gjëra. Këtu tek 2 Pietri kapitulli 3 kemi 5 gjëra që kërkojnë të jemi të palëkundur. Këto janë 5 gjëra që janë të vërteta për shkak se Jezusi po kthehet. 5 gjëra që janë të vërteta për shkak se ka një parajsë dhe ka dhe një ferr. 5 gjëra që të gjithë ne duhet i marrim seriozisht sepse e dim se ku po shkojmë. Vini re së pari që duhet jemi të palëkundur për pastërtinë tonë, të palëkundur për pastërtinë tonë. 2 Pietri kapitulli 3 vargu 11. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme.
Vetëm në këtë varg, Pietri përshkruan mënyrën e jetesës së një ndjekësi të Krishtit, i cili e kupton planin e ardhshëm të Perëndis. Vini re. Së pari që ai thotë se ne duhet jemi njerëz me një sjellje të shenjtë. Fjala e shenjtë, agios, ka kuptimin të vijshmënjan për shërbesën e Perëndis. Pietri adresohet së njëjtës çështje në letrën e tij të parë. Le të kthehemi tek 1 Pietri kapitulli 1, vargu 13 dhe le të shohim se çfarë thot ai në pjesën tjetër të pasazhit. Prandaj ngjishni ijët e mendjes suaj, rrini zgjuar dhe mbani shpresë të plotë në hirin që do të vijë mbi ju në zbulesën e Jezu Krishtit. Si bij të bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj, por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar, jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Pietri na thotë se ne duhet të jemi të palëkundur për perëndishmërinë. Kjo ilustron rëndësinë e qëndrimit të brendshëm që ne kemi. Perëndishmëria është qëndrimi ynë i brendshëm ndaj Perëndisë. Në letrat e tij, drejtuar Timoteut dhe Titit, predikues të rinj, të cilët Pali po i mentoronte, ai u shkroi atyre disa gjëra të cilat gjithmonë mi janë dukur shumë të rëndësishme për kulturën e sotme. Ja se çfarë u ka shkruar: ushtrohu në perëndishmëri. Le ta themi me zë të lartë: ushtrohu në perëndishmëri. Kjo do thotë se nuk mund të bëhemi natyrshëm të perëndishëm. Nuk mund të ngrihemi një mëngjes dhe papritur bëhemi të perëndishëm. Ne duhet ta ushtrojmë veten për perëndishmërinë. Që kur u smura me kancer, jam ngritur çdo mëngjes dhe kam shkuar në palestër. Tani nuk më pëlqen ta bëj këtë. Dua të them se nuk shkoj të flen në mbrëmje duke menduar mezi po pres të vi mëngjesi. Unë nuk zgjohem në mëngjes duke menduar në mënyrë automatike se do të shkoj. Brenda meje zhvillohet një betejë e vogël, e kuptoni për çfarë po flas. Sot mendoj të flej gjumë, ndonjëherë kështu bëj, por shumicën e herëve ngrihem dhe shkoj në palestër, sepse duhet bëj ushtrim për të qëndruar i shëndetshëm. Tani Pietri po na thotë se nëse duam që të jemi njerëz të perëndishëm në këtë brez, duhet të ushtrohemi për këtë, duhet të përpiqemi për këtë. Nuk na ndodh vetvetiu. Nuk është se zgjohemi një ditë dhe gjithçka është ndryshe. Ne ushtrohemi duke lexuar fjalën e Perëndisë dhe duke u lutur, duke u siguruar që të shkojmë në kishë dhe duke bërë gjërat që e dim se do të na bëjnë njerëz më të perëndishëm. Ne nuk mund të bëhemi automatikisht të perëndishëm. Te Titi kapitulli 2, vargu 12, ai na thotë se jo vetëm duhet ta ushtrojmë perëndishmërinë, por duhet ta mohojmë pa perëndishmërinë. Të gjitha këto janë folje veprore, nuk janë terma shpirtëror, nuk bëhet fjalë për ndonjë lloj misteri. Kjo është përvojë e përditshme nga ana jon, sepse ne e dim se një ditë ne do të shkojmë dhe do të jetojmë me një Perëndi të shenjtë. Dhe tani duhet i nënshtrohemi procesit për të bërë gjithnjë më të ngjashëm me të në shenjtëri, në drejtësi dhe në sjellje të perëndishme. Tani këtë vendoseni këtu, kurse këtu vendosni gjërat ndaj të cilave ekspozoni çdo ditë në televizor, në media dhe në vendet ku punoni. A e kuptoni sepse duhet jeni të palëkundur për këtë? Ju duhet të ngriheni çdo ditë në mëngjes dhe duhet të merrni disa vendime se si do ta jetoni jetën tuaj atë ditë. Të palëkundur për pastërtinë. Tani nëse bëni veten të ndjeshëm ndaj atyre që po them sot, nëse bëni që ky të jetë një lloj filtri që e keni në mendje, do të zbuloni se herë pas here dhe herë pas here, dua të them shumë shpesh në dhjatën e re, fryma e shenjtë e lidh perëndishmërinë, shenjtërinë dhe pastërtinë me rikthimin e Zotit në këtë tokë. Ata prej jush që thonë, po të dish të ardhmen nuk ka lidhje me ato që bën sot, po e zbuloni veten tuaj, nuk e keni lexuar Biblën. I kam ditur disa prej këtyre, por këtë javë jam pajisur plotësisht për këtë temë të veçantë dhe jam habitur kur pash se sa shpesh në dhjatën e re e gjejmë të vërtetën e rikthimit të Jezusit ose e parajsen ose të ardhmen dhe në të njëjtin varg për shkak të këtyre na tregohet se si duhet jemi. Tani dua të bëj një vëzhgim të vogël, ja se çfarë detyre dua që të bëni. Dua që të vini re dy gjëra në çdo pasazh. Unë dua të vini re rikthimin e Krishtit, ardhjen e tij të dytë në të ardhmen dhe shenjtërinë, perëndishmërinë dhe pastërtinë. Në rregull? Jeni gati për këtë? Le të fillojmë. 1 Korintasve 1:7-8. Ndërsa prisni zbulesën e Zotit ton Jezu Krishtit, ja ku e kemi të ardhmen, i cili edhe do t'ju vërtetoj deri në fund që të jeni të paqortueshëm në ditën e Zotit ton Jezu Krishtit. Kjo është shenjtëria. Kolosianëve 3:4 dhe 5, kur të shfaqet Krishti jeta jon, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërinë, ndyrsinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është i dhujtari.
1 Thesalonikasve 3:12 dhe 13 dhe Zoti shtoft dhe teproft në dashurinë për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si edhe ne ndaj jush për të bërë të patundura zemrat tuaja pa tmeta në shenjë të ri përpara Perëndisë dhe Atit ton në ardhjen e Perëndisë son Jezus Krisht, ja ku është përsëri. 1 Thesalonikasve 5:23 dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vetë tërësisht dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup të ruhet pa tmet për ardhjen e Zotit ton Jezus Krisht. 1 Gjoni 2:28. Edhe tani djema qëndroni në të që kur të shfaqet ai, ne të mund të kemi besim dhe në ardhjen e tij të mos turpërohemi para tij. 1 Gjoni 3:2 dhe 3. Shumë të dashur tani jemi bijtë të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai dhe kushdo. Dëgjoni këtë, kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastroj veten siç është i pastër ai. A e kuptuat këtë? Sa herë që lexojmë për të ardhmen, ajo gjithmonë ka një ndikim në të tashmen. Për shkak se ai po rikthehet, kjo duhet na motivojë që të jetojmë në një mënyrë më të perëndishme. Kuptoni që e ardhmja është si një spirancë aty, e cila po na tërheq dhe përgjatë rrugës ajo na bën thirrje për shenjë të ri në jetë. E dini, ky është një mesazh që në kulturën tonë të sotme nevojitet më shumë se çdo mesazh tjetër, sepse pak e nga pak ne po e lejojmë botën që të na tërheqë në modelin e saj. Dhe e dini nga e di këtë? Thjesht mendoni pak për gjitha gjërat që dikur ishin të patolerueshme për ju, të cilat tani toleroni. Mendoni pak për gjërat që dikur as nuk do të ndronit kurrë se do të përfshiheshit, por pak nga pak ju po reatoheni me to. Pak e nga pak ju po reatoheni me ato që është duke bërë bota. Prandaj ajo që po ju them është që ne duhet të jemi të palëkundur për pastërti. Më lejoni që t'ju jap një të dytë. Së dyti le të kthehemi tek 2 Pjetri kapitulli 3. Dua që të shohim pak se ne duhet të jemi të palëkundur për premtimet e tij. 2 Pjetri 3:12 thot: duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë. Ajo që Pjetri po na tregon këtu është se ne duhet të jemi të palëkundur për faktin se Jezusi po rikthehet, sepse e dini shumë njerëz të cilët e quajnë veten ungjillor nuk e besojnë vërtet këtë gjë, ose edhe nëse e besojnë nuk mendojnë se është shumë e rëndësishme. Nëse heqim të gjitha informacionet e Biblës që kanë lidhje me çdo gjë që do të ndodhë, pasi unë dhe ju të mos jemi më këtu, ose pas rrëmbimit, atëherë i bie që të marrim 1/4 e Biblës dhe ta shkatrojmë. 1/4 e Biblës, ose edhe më shumë, flet për atë që do të ndodhë në të ardhmen. Tani nëse Perëndia ka menduar se është aq e rëndësishme sa ta vendosë në këtë libër dhe ta ruajë këtë libër për gjithë këto vite me saktësi, atëherë unë bëj mirë që të zbuloj se për çfarë bëhet fjalë. Jo thjesht nga kureshtja, por nga dëshira për të zbuluar se si kjo do të ndikojë në jetën time. Dhe Pjetri po thotë se ne duhet të jemi të palëkundur për premtimet e Perëndisë. Ai ka premtuar se do të rikthehet, që Krishti do të rikthehet në këtë tokë. Besojmë se ai do të rikthehet fillimisht për rrëmbimin, pastaj më vonë do të rikthehet me shenjtorët e tij për të themeluar mbretërinë e tij në tokë. Bibla thotë se Jezusi po rikthehet, e besoni këtë? Po, besoj se po. Jo, nuk duhet jetë kështu. Këtë ne duhet ta besojmë me gjithë zemrën tonë, me gjithë mendjen tonë. Ne duhet të jemi të palëkundur për këtë. Kuptoni që Pjetri tashmë e dinte se si do të ishte brezi ynë. Le të shohim se çfarë thot Bibla te kapitulli 3 i 2 Pjetrit, vargjet 3 dhe 4. Dëgjoni çfarë na thuhet aty. Së pari duhet të dini këtë, se në ditët e fundit do të vinë disa përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta dhe do të thonë: ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etri të fjetën, të gjitha gjërat mbetën në po atë gjendje si në fillim të krijimit. Tani ky është qëndrimi që kanë njerëzit sot. Pastor, çfarë do thuash se Zoti do të rikthehet? Ai ka 2000 vjet e ca që është larguar, ai nuk do të rikthehet. Nëse do të rikthehej do ta kishte bërë tashmë. Njerëzit harrojnë se një ditë për Zotin është si 1000 vjet dhe 1000 vjet janë si një ditë. Që ai nuk e sheh kohën ashtu siç e shohim ne. Që kur ai e ka bërë këtë premtim, kanë kaluar vetëm disa sekonda. Por një ditë ai do të rikthehet. Dhe duhet të mbajmë mend se ajo që Perëndia ka thënë është e vërtetë. Po ju them diçka. Kemi një mori të pafundme profecish në 10 e vjetër për ardhjen e tij të parë dhe secila prej tyre është përmbushur me saktësi të madhe sipas profecisë. I njëjti Perëndi që ka përmbushur profecitë e tij për ardhjen në Betlehem ka bërë disa deklarata për ardhjen e tij në të ardhmen dhe ato do të përmbushen me po aq saktësi sa ato për ardhjen e tij të parë. Pra Pjetri na thotë që të jemi të palëkundur për rikthimin e tij. Ne jo vetëm që duhet jemi të palëkundur për pastërtinë, të palëkundur për premtimet e tij, por duhet jemi të palëkundur për qëllimin ton.
Vini re vargun 14, tek 2 Pjetri kapitulli 3, prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, cilat gjëra? Gjërat për cilat kemi folur për parajsën, shkatrimin e tokës dhe gjitha premtimet që ka bërë Perëndia, duke i pritur këto gjëra, tani dëgjoni këtë, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. Tani fjalën përpiquni këtu te 2 Pjetri e gjejmë 3 herë në këtë letër. Herën e parë përdoret tek 2 Pjetri 1:5-7, ku na thuhet që të përpiqemi të shtojmë besimin ton, virtytin dhe virtytin ton diturinë. Ky është një pasazh i bukur. Duhet të shkojmë dhe ta rishojmë ndonjëherë. Herën e dytë e gjejmë tek 2 Pjetri 1:10. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Shumë prej jush më kanë thënë se gjatë këtyre ditëve Perëndia ju ka treguar në zemër se çfarë duhet bëni me jetën tuaj. Siç e dini, kemi njerëz në kishën tonë, të cilët do të largohen dhe do të shpërngulen në pjesë të tjera të vendit, sepse Perëndia ju ka thënë se kjo është diçka që duhet bëjnë. Dhe një nga mikeshat tona të ngushta për shkak të mesazheve që kanë predikuar, shkojnë në Florida. Sepse ndjeu që Perëndia e kishte thirrur aty dhe që ky ishte qëllimi i Perëndisë për jetën e saj. Ne e dimë që të gjithëve ne na është dhënë një dhunti, kemi bërë një seri të tërë mbi dhuntitë e frymës. Por duhet jemi të palëkundur për atë që na thot Pietri. Ne duhet jemi të zellshëm për t'i bërë zgjedhjet dhe thirrjen tonë të sigurta. Ne duhet jemi të zellshëm që të sigurohemi që jeta jonë të përputhet me qëllimin për cilin jemi krijuar. A e kuptoni se sa e letër që t'i lëm ditët, javët, muajt të kalojnë, pastaj krejt papritur të zgjohemi dhe të kuptojmë se ajo për cilën jemi thirrur është shtyrë dhe madje është pezulluar në jetën tonë. Dhe një ditë, kur qëndroni përpara Zotit si të krishterë, do t'jepni llogari për gjërat që keni bërë në trup dhe Perëndia do t'ju thotë, unë të dhash një dhunti, çfarë bëre ti me të? Dhe e dini, kemi shumë shëmbëltyra në mësimet e Jezusit që na tregojnë se kjo është një situatë reale që do të ndodhë. Dhe prandaj Pietri po thotë, në dritën e faktit se Jezusi po rikthehet, le të jemi të zellshëm për qëllimin ton. Të sigurohemi që të zgjohemi çdo ditë dhe të mendojmë si të krishterë, që të përqendrojmë mendjen tonë rreth asaj që Perëndia na ka thirrur që të bëjmë dhe të themi, kjo duhet bërë, ky është qëllimi im, sepse shumë gjëra na dalin përpara dhe duan të na shpërqendrojnë nga ajo që duhet të bëjmë, por unë do të jemi pa lëkundur. Nuk mund ta vendosim gjithmonë Perëndinë në fund të listës dhe pastaj të themi, do të bëj Perëndinë prioritet. Ne duhet jemi të zellshëm për thirrjen tonë. Pali e kuptonte se qielli ishte qëllimi i tij dhe gjithë jeta e tij e pasqyronte këtë. Ai me elokuencë shkroi te Filipianëve 3:13 dhe 14 disa fjalia se çfarë thot. Vëllezër, sa për vete nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë, dëgjojeni këtë. Duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara, po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Çfarë po thot ai? Më është dashur t'i them jo disa gjërave, më është dashur të harroj të shkuarën dhe duhet të shtyj përpara, të përqendrohem dhe të jemi pa lëkundur për atë që më ka thirrur Perëndia të bëj. A jeni të pa lëkundur për qëllimin e Perëndisë për ju? Kjo është një nga gjërat që Pietri thot se duhet kemi kur ne kuptojmë se një ditë ne do të raportojmë për herë të fundit. Ne do të qëndrojmë përpara Zotit dhe do t'japim llogari si e kemi jetuar jetën tonë. Në dritën e kësaj, ngjishni ijet e mendjes suaj, përvishni mëngët në mendje dhe jini të palëkundur për qëllimin tuaj. Ja se cila është e katërta. Të palëkundur për bindjet tona. 2 Pjetri 3, vargu 17. Ju pra shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, cilat gjëra, duke ditur që Perëndia e ka shtruar para jush të ardhmen, ruajuni, tani dëgjojeni këtë, ruajuni se mos ligështoheni në qëndresën tuaj të tërhequr nga gabimi i të pabezve. Tani ju lutem vini re se ai nuk tha që t'jemi të kujdesshëm se mos humbasim shpëtimin, nuk mund ta humbasim. Ai thotë ruajuni se mos ligështoheni në qëndresën tuaj. Çfarë do thotë kjo? Të palëkundur. Ju e dini se çfarë besoni, ju e dini se pse e besoni dhe asgjë nuk mund t'ju largojë prej kësaj. Ju nuk jeni thjesht një krishterë si përfaqësor, por keni rrënjë të thella në zemrën tuaj. Dhe kur dikush ju troket në derë, mbase mund të jenë 2 njerëz që po shëtisin nëpër lagjen tuaj dhe duan që t'ju përfshinë në ndonjë lloj bisede apo ndonjë diskutim, ju tashmë e dini se kush është Jezusi, kush ishte ai dhe kush do të jetë përgjithmonë. Prandaj nuk duhet të lëkundeni në qëndresën e besimit tuaj. Dhe pastaj e fundit, numri 5. Ai thot, unë dua që t'jeni të palëkundur në progresin tuaj. Ne duhet jemi të palëkundur në progresin tonë. E dini se kur lexojmë 2 Pjetrin, kapitulli 3, po lexojmë fjalët e fundit të Pjetrit, e dinit këtë janë gjërat e fundit që ai ka thënë ose ka shkruar.
Ja cila është gjëja e fundit që ka thënë Pietri, para se ta mbyllte përfundimisht. Ja se çfarë ka thënë. Por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht, atij i qoftë lavdia tani dhe përjet. Amen. Këtë vit, a jeni i njëjti njerëz që ishit edhe vitin e kaluar? A mund të identifikoni ndonjë ndryshim dhe rritje në jetën tuaj? Pietri thot se ajo që duhet bëjmë duke pasur parasysh faktin që Jezusi po rikthehet, dhe kjo është këshilla e fundit, është që të rritemi në hir dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Jeni një krishterë që po rritet apo po qëndroni në vend? Nëse nuk po rriteni, atëherë ju jeni një objektiv i përsosur për armikun ton. Ai mund vi dhe t'ju tërheq pas vetes dhe mund të ngecni në ndonjë gjë që mund t'ju shkatrojë jetën. Pra Pietri është brenda qëllimit të tij kur na thot këtu: "Po rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezus Krisht." Pse? Sepse Jezusi po rikthehet. Në shënimet e mia kam shkruar: rritja vjen përmes vullnetit të Perëndis. Rritja vjen përmes vullnetit të Perëndis. A e dini që është vullneti i Perëndis që ju të rriteni? Unë nuk e di se cili është vullneti i Perëndis për punën tuaj, apo se cili është vullneti i tij për njeriu me cilin do të martoheni. Unë nuk e di vullnetin e tij se ku duhet jetoni, por një gjë mund t'ju a them me siguri: Perëndia do që ju të rriteni. Është vullneti i Perëndis që ju të jeni të krishterë që rriteni. Ai nuk ju solli në familjen e tij që ju të jeni një shkurtabiq. Ai ju solli në familjen e tij që ju të rriteni dhe të bëheni një krishter i fortë, energjik dhe i fuqishëm. Së dyti, rritja vjen përmes vigjilencës lutjes. 1 Pietri 4:7 thot kështu: tashmë fundit gjithave u ofrua, ja pra e ardhmja. Jini pra, çfarë? Të përkor dhe rini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. A ka ndonjë gjë tjetër që kërkon më shumë që t'jemi të palëkundur se sa të krijojmë një jetë në lutje? Për mua, kjo është për mua. Lutja kërkon shumë mund. Nëse luteni vetëm kur e ndjeni për të lutur, mbase nuk do të luteni kurrë. Sepse lutja nuk është nga ato gjëra për të cilat themi: "O, mezi pres të ulem gjunjë dhe të lutem." Ne e bëjmë këtë duke u bindur, dhe ajo që ndodh kur ne bindemi është se Perëndia na mbush zemrën me dashuri, dëshirë, shpresë dhe gëzim. Por duhet jemi të palëkundur për këtë. Ne duhet të themi: "Unë do të lutem dhe për ta bërë këtë, unë nuk do të bëj këto gjëra, sepse po i bëra, kam për ta lënë më njanë lutjen dhe e di që ajo është prioritet." Në këtë mënyrë rritemi, duke qenë të palëkundur në lutje. Së treti, ne rritemi përmes fjalës së Perëndis. Te Zbulesa 22:7 na thuhet: "Ja, unë vi shpejt, luma i që i ruan fjalët e profecisë së këtij libri." Kjo është shkruar për librin e Zbulesës, por është për gjithë Biblën. Ne rritemi përmes fjalës Perëndis dhe sfundmi ne rritemi përmes punës së kishës. Te Hebrejve 10:24 dhe 25 na thuhet sërish: "Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për t'u nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkëtonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin." Tani dëgjoni këtë: "Aq më tepër se shihni ditën që po afrohet." Apo e kuptoni çfarë na thot ky pasazh? Nëse nuk mbani mend dot asgjë, shpresoj të mbani mend këtë: se ajo që besoni për të ardhmen përcakton mënyrën se si jetoni sot. Dhe her pas here në shkrimin e shenjtë, kjo është e vërteta që dëgjojmë. Nëse besojmë se Jezusi po rikthehet, duhet të ndërtojmë një palëkundshmëri për mënyrën se si duhet ta jetojmë jetën tonë sot. Dhe sa më shumë që e largoni veten nga ajo që Perëndia ka planifikuar për ju në të ardhmen, aq më të prirur do t'jeni për të bërë dikush që endet në jetën e tij. Kuptoni se kur e dini se ku po shkoni, kjo përbën gjithë ndryshimin e mundshëm për mënyrën si jetoni. Dhe nëse vazhdoni t'i kujtoni vetes se një ditë do ta kaloni përjetësinë me Perëndinë e shenjtë, do të dini se e vetmja mënyrë për të shpërblyer aty është duke marrë njerëz të tjerë me vete, duke dhuruar, dhe të gjitha këto sjellin gjithë ndryshimin e botës. Pra kuptoni që ardhja e Krishtit dhe doktrina e parajsës na sigurojnë disa nga motivimet më të forta për të jetuar jetën e krishterë që duhet jetojmë. C.S. Lewis një herë ka thënë diçka, ja se si e ka thënë: "Nëse keni lexuar histori, do të zbuloni se të krishterët që kanë bërë shumë për botën e tanishme ishin ata që mendonin më shumë për botën tjetër. Por që kur të krishterët kanë ndaluar në masë për të menduar për botën tjetër, janë bërë kaq të paefektshëm në këtë botë." Ka shtuar diçka që është fantastike dhe që e kam shkruar: "Synoni qiellin dhe do t'ju dhurohet toka, synoni tokën dhe nuk do të merrni asgjë." A nuk është e vërtetë? Synoni qiellin dhe do t'ju dhurohet toka, por nëse synoni tokën, nuk do të merrni asgjë. Sepse në një nga këto ditë, siç mësuam në fillim të këtij kapitulli, e gjitha kjo do të shkatërrohet dhe do të mbetet vetëm ajo që është e përjetshme. Për shumë vite, çdo vit unë dhe Dona kemi shkuar në NRB, që me qëra fjala është një shkurtim për shoqatën kombëtare të transmetuesve fetar.
Ka qenë gjithnjë e rëndësishme, na pëlqen të shkojmë aty sepse takojmë miq tanë. Dhe her pas here kanë dhënë ndonjë folës të veçantë. Disa herë kanë pasur të ftuar presidentin e Shteteve të Bashkuara. Unë kam parë presidentin Bush, babain, kam parë presidentin Reagan, dhe isha ulur në rreshtin e parë kur George W. Bushi erdhi dhe më takoi. Madje donte të bënte edhe foto me mua. Dhe më duhet t'ju them diçka. Më pëlqejnë kur vinë, por gati më duket diçka që nuk ja vlen. Sepse kur vjen presidenti në konferencë, gjithçka bëhet rëmuj. Që një natë më përpara, derisa ai largohet, gjithçka bëhet rëmuj. Për të takuar presidentin, i cili do të flasë në orën 10:45, duhet zësh radhën që në orën 8 mëngjesit. Duhet të presësh në radhë dhe radha vazhdon kështu rrotull për disa dhoma me radhë. Kam parë njerëz të qëndrojnë në radhë. Do të mendonin se do të irritoheshin dhe mërziteshin. Por po kalojnë çastet më të bukura të jetës, po përshëndeten me miq të vjetër dhe po qëndrojnë në radhë për 3 orë duke folur me njëri tjetrin. Dhe pastaj kur vjen më në fund radha, duhet kalosh përmes një detektori metalesh. Dhe para se të kalosh përpara detektorit, duhet kesh kredencialet që tregojnë se je regjistruar në NRB. O, mirësi, duhet i shihni njerëzit që qëndronin në radhë që nga ora 8 deri në orën 11, por që kur arrinin te hyrja nuk i kishin kredencialet. Dhe ju duhej që të ktheshin dhomë për t'i marrë dhe të kalonin në fund të radhës. Po pse do ta bënin këtë? Ata e bëjnë këtë sepse duan të takojnë presidentin. Duhet ju them një gjë, një ditë do të takoj mbretin e mbretërve. Unë do të takoj zotin e zotërve. Dhe nuk do të pres në asnjë radhë, thjesht po bëhem gati. Duhet ju tregoj diçka që e kam bërë për t'u bërë gati. Së pari, kam kredencialet e mia. I kam ato. A i keni kredencialet tuaja? Amen, unë i kam kredencialet. Dhe nuk kam se të kthem edhe një herë mbrapa kur të më vi radha. Ai do t'i shoh kredencialet e mia, të cilat janë: unë kam rilindur. Unë jam shpëtuar përmes gjakut të Zotit Jezus dhe Krishti shpëtimtari im. Nuk mund të shkoj në parajs me forcat e mia, në kredencialet do të shkruhet David Jeremia në emër të Jezus Krishtit. Kështu do të shkruhet aty. Dhe shpresoj që ju ta kuptoni këtë, sepse ai me të cilin do të kalojmë përjetësinë është shumë herë më i madh se çdo president njerëzor ose drejtues njerëzor, mbret, mbretëresh apo monark. Ne duhet fillojmë të bëhemi gati. Ne duhet fillojmë ta jetojmë jetën sikur e besojmë vërtet se një ditë ne do ta kalojmë përjetësinë me Perëndinë e plotfuqishëm. Ne duhet të bëhemi të palëkundur për parajsën. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonet një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sa po ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.